Pas eliminimit nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, Aldo Marku ka qenë i ftuar në fan club, ku sqaroi disa nga momentet më të komentuara të qëndrimit të tij brenda shtëpisë, përfshirë dhe deklaratën që i bëri Danjës pak ditë para daljes. Ish banori tregoi se pëlqimi që shpreheu ndaj saj nuk ishte i vërtet, por një mënyrë për ta testuar atë. E bëra për ta parë se si do të sillet ajo me mua, por ajo nuk më mbajti ndonjë distancë. Fillova të ndihesha keq, sepse nuk doja të nxjerrja keq atë. U shpreh Aldo, kur shumë nga fancat nuk e besuan këtë deklaratë. Ndërkohë në studio u lexua edhe një mesazh i dërguar nga Redi, partneri i Danjës jashtë shtëpisë, i cili i doli në mbrojtje të saj duke dhënë një mesazh të fortë mbështetjeje për të. Danja është një vajzë që ka arritur deri këtu prej vlerave të saj. Për këto që përpiqet të përbaltë figurën e saj, veprat flasin më shumë se fjalët. Sikurse ka qenë e dukshme edhe në debatet që ka pasur brenda shtëpisë, ajo s'ka zgjedhur të ulë dikë siç kanë ulur atë. Por më tepër, ajo ka falur më shumë se kushdo në atë shtëpi. Jam krenar për të. Danja më ka mua, unë kam atë. Kjo na mjafton. Ishte deklarata e të dashurit të saj, deklarata e cila tregon edhe një herë besimin që ai ka për të. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.